Ministria e Ekonomisë dhe e Punës është kompetente për dhënien e licencave për kabare. Nga kjo ministri gjithçka fillon dhe përfundon, por për të dhënë licenca nevojitet që disa institucione të tjera të japin miratime nëse objekti mund të jetë kabare. Licenca kërkohet në bazë të nenit 20 të ligjit, pas shka deri te ministria sipas nenit 21, kërkuesi duhet të parashtrojë disa dokumente. Edhe atë se kompania është e regjistruar në regjistrin qendror, vendimin e përcaktimit të lartësisë së kompensimit për kabare i sjell nga Këshilli Komunal, flet paraqitja për plotësimin e kushteve minimale teknike për kryerjen e veprimtarisë hotelierike dhe pajtueshmëria nga organi i administratës shtetërore nga fusha e punëve të brendshme se janë plotësuar kushtet për mbrojtjen e rendit publik dhe qetësisë, si dhe sigurisë në komunikacion. Me rëndësi për dhënien e licencës është plotësimi i kushteve minimale teknike. Kjo është rregulluar me nenin 6 të ligjit ku qëndron se objekti me do e mos të plotësojë kushtet sanitare, kushte për mbrojtje nga puna, mbrojtje nga avancimi i ambientit jetësor, mbrojtje kundër zjarrit dhe kushte për mbrojtje nga zhurma të përcaktuara me ligj. Në mënyrë shtesë nevojitet edhe pajtueshmëria nga Ministria e Brendshme se janë plotësuar kushtet për mbrojtje të rendit publik dhe paqes dhe sigurisë në komunikacion. Me këtë procedurë dhe kontrolli bëhet nga më shumë resor. Sipas ligjit, nëse ndonjë objekt i plotëson kushtet nga rregulloria për kushtet teknike minimale, duhet të konfirmojë Inspektorati Shtetëror i Tregut. Kushtet shëndetësore sanitare i parasheh Ministria e Shëndetësisë, ndërsa i kontrollon Inspektorati Sanitar, ndërsa kushtet për mbrojtje nga puna i përpilon Ministria e Ekonomisë dhe Punës, ndërsa i kontrollon Inspektorati i Punës, mbrojtja e ambientit jetësor, mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi, ndërsa siguria në komunikacion e parasheh Ministria e Brendshme dhe e kontrollon. Pasi që sipas detyrës zyrtare të parashtrohen të gjitha miratimet, jepet licenca.